Dhe ja ku jemi rikthy prap bashkë dashur miq. Unë I paralajmërova në fillim të emisionit të gjitha temat dhe të gjithë të ftuarit tonë. E thash që në pjesën e tretë do të flasim për një problematik fatkeqësisht më të shpeshtë, e cila çdo vit më shumë ndoshta vështohet si numër, por që e mira në këtë është që vëdësimi është më I lartë se vitet e mëparshme. Qoftë nga të rinjët, qoftë nga pacientët, por edhe nga kapacitetet e klinikave tona të cilët trajtojnë, menaxhojnë këto sëmundje. Është fjala për sklerozën multiple dhe sëmundjet autoimune të sistemit nervor qendror në përgjithësi, dhe do të mundohemi që edhe pyetjet që na keni dërguar në kohën kur kemi paralajmëruar temën, t'i lexojmë disa prej tyre, do të mundohemi që përmes të ftuarit tanë të përgjigjemi shqetësimeve tuaja. Natyrisht nuk është e bollshme koha jonë që t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja. Gjithmonë rekomandoj pas çdo interviste që doktorin që kemi në studio mund ta kontaktoni dhe të vazhdoni me pyetjet tuaja për çdo shqetësim tjetër që keni. Me shumë kënaqësi të madhe kemi nderin që sot këtë temë ta trajtojmë me neurologun doktor Blerim Eftiu. Mirë se erdhe doktor Blerim. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me të pas në studio. Faleminderit, jemi prap këtu. Gjithmonë edhe unë e di se sa vlefshme është koha juaj dhe unë e di sa foli me doktor Blerim dhe të tjerët kolektuaj, gjithmonë jeni duke u përgjigjur pacientëve, gjithmonë duke unë edhe që s'jam mjek edhe përgjigjem në pyetjet e tyre. Dhe është shumë e rëndësishme kur vini këtu dhe me vullnetin e juaj përgjigjen në shqetësimet e tyre që është për ta vlerësuar çdo herë. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe besoj që do të jetë një temë që do të sjellë një ndihmë dhe informuese për publikun që na ndjek. Sidomos ata pacientë të cilët edhe të njohin kur e paralajmëruam që do të kemi studio dhe që do të flasim për këtë temë, shumica prej tyre kanë qenë pacient ose të njohin prej emisioneve dhe kanë qenë pyetje pothuajse të ngjashme. Megjithatë, nuk do t'i mbesim në hak të gjithë prej atyre. Fillimisht po duam unal doktor Blerim kur po themi na sistemit edhe sëmundjet e sistemit nervor qendror, çka përfshihet në këto, sepse nuk është vetëm një sklerozë multiple aty. Sistemi nervor qendror është truri dhe palca e kurizit. Do thotë janë dy struktura kryesore dhe të vetme që e përbëjnë sistemin nervor qendror dhe ato I dim të gjithë besoj se ku ndodhen. Dhe ky sistem nervor qendror, ky tru dhe kjo palca e kurizit është prej e shumë sëmundjeve që zhvillohen me mekanizma të ndryshëm dhe japin një variacion dhe një lloj-llojshmëri të madhe të simptomave që determinojnë pastaj edhe qasjen, diagnostikimin dhe mënyrën e trajtimit. Ndoshta gjitha sëmundjet që e prekin sistemin nervor qendror mund t'i kategorizojmë në 5-6 grupe shumë të mëdha, ku në një grup të madh mund t'i vendosim kokëdhimbjet, të cilët sigurisht janë sëmundjet neurologjike më të shpeshta në botë, ndoshta edhe sëmundja më e shpesh në përgjithësi, që ndoshta në dukje të jashtme nuk paraqet ndonjë problem fizik për ata persona të cilët e vuajnë këtë lloj të caktuar të kokëdhimbjes, por që vuajtja e tyre trupore dhe psikologjike, sociale në atë moment kur e kanë paraqet një sfidë dhe paraqet pengesë dhe vështirësi dhe në kufizim në funksionimin e tyre të përditshëm, qoftë në familje, qoftë në vendin e punës. Pastaj një grup tjetër të madh të sëmundjeve kemi epilepsit, të cilët zakonisht karakterizohen me çrregullime të humbjes së vedijes dhe shtangime trupore, të cilët po ashtu jo të gjitha domosdoshmërisht është përcjellen me shtangime trupore dhe humbje të vedijes, po ka një lloj-llojshmëri në mesin e tyre, paraqet një det të tërë pastaj të formave të ndryshme të epilepsisë. Kemi sëmundjet të cilët I prekin arterjet dhe venat e trurit dhe të palcës kurizit, pra infarktet në tru ose gjakderdhjet në tru, të cilët paraqesin 70-80% e personave që hospitalizohen në klinikën e neurologjisë, sepse ato shkaktojnë deficite të papritura, të përnjëhershme, akute në funksionimin e pjesëve të ndryshme të trupit tonë, zakonisht të gjymtyrëve, ose të folur dhe të kuptuar dhe kërkojnë një hospitalizim për shkak se me vete sjellin një barë shumë të madhe, një smundshmëri dhe një vdekshmëri shumë të lartë. Pastaj janë grupi I madh I sëmundjeve neurodegenerative, të cilët po ashtu janë në rritje kohën e fundit, sepse intervali I jetës po zgjatet, kohëzgjatja e jetës po zgjatet, faktorët ambiental të cilët ndikojnë në manifestimin e këtyre sëmundjeve po bëhen gjithmonë më shumë prezente, duke filluar nga dotja e ajrit, duke filluar nga sëmundjet kardiovaskulare, duke filluar nga obeziteti e kështu me radhë, siç është për shembull sëmundja e Parkinsonit, sëmundja e Alzheimerit,
Dhe pastaj pashmangshëm edhe tema për cilën do të bisedojmë ne sot, kemi sëmundjet të ashtu quajtura inflamatore të sistemit nervor qendror, ku sigurisht fjalën më të madhe, peshën më të madhe dhe barrën më të madhe e ka skleroza multiple ose skleroza e shumëfisht, nëse tentojmë ta përkthejmë këtë fjalë në gjuhën shqipe, por mendoj që jo çdo term mund të përkthehet, përkatësisht gjatë përkthimit e humbat njohshmërinë ose depërtimin në publik, prandaj një botë e tërë njeh këtë si sklerozë multiple, prandaj mirë është të përmbahemi këtij diskutimi. Dhe këtu nëse mund të shtoj diçka shumë të shkurt para se të kalojmë në pyetje tjera. Kur e përmendim termin sklerozë, mund të ngjall një pjesë shumë të madhe të popullatës si ide harresa. Kështu që këtu duhet ta bëjmë një diferencim që në start që nuk jemi duke folë për harresën, pra harresën e përmenda pak më herët në kuadër të sëmundjes së Alzheimerit ose në kuadër të demencave. Skleroza është një term që e kemi trashëguar nga dekadat e mëhershme, nga sistemi shëndetësor, që njerëz që kanë harru ose persona që kanë vujt nga demenca ose nga sëmundja e Alzheimerit janë emërtuar se të kenë sklerozë. Por në këtë rast kur flasim për sklerozë multiple, kjo është përkundrazi një sëmundje e moshave të reja, një sëmundje e cila nuk ka të bëjë me prekjen e sistemit intelektual, kognitiv, të orientimit, të komunikimit, por që manifestohet më shumë me probleme fizike. Natyrisht e psikologjike. Sikur nëse mendohemi me përshtatje, siç e tha dhe me gjuhën e popullit, harrezat ndodhin ndoshta te muskujt dhe nervat e trupit ton për me funksionu si duhet. Nëse dojmë pak m'ja u shpjegu ma kuptueshëm, sidomos megjithëse ndodhet te mushat e reja si problematik. Është sëmundje autoimune. Etiologjia ose preardhja, ose shkaku i sklerozës multiple nuk mund të thuhet që është puro autoimune. Është autoimuniteti luan një rol të rëndësishëm, një rol ndoshta determinant dhe fundja edhe të gjitha barnat të cilat i kemi për trajtimin afatgjat të kësaj sëmundje janë barnat të cilët veprojnë në sistemin autoimun inflamator. Pra mendohet se gjeneza e tyre është inflamatore, autoimune, nuk e ka një arsye të vetme sepse shkaktohet, është një ndërlojë, ndërveprim i shumë faktorëve, duke filluar nga faktor gjenetik. Këtu mos të nënkuptohet që është gjenetik gjithsesi që bartet përmes një gjeni nga prindërit tek fëmijët, absolutisht jo, por ekziston një trashëgimi e një predispozitë të trashëguar për të pas një sëmundje që mund të kategorizojmë si autoimune. Fjala bie në një familje, dikush mund të ketë një tiroidit Hashimoto, dikush mund të ketë një diabet tip 1, dhe dikush tjetër mund të ketë sklerozë multiple. Pra këtu bëhet për një predispozit të një familje ku sëmundjet autoimune janë më shumë ka mundësi që të manifestohet. Do më të ne e trashëgojmë atë predispozit. Mirë po, trashëgimi i predispozitës nuk do thotë që edhe patjetër do të sëmuremi nga skleroza multiple, sepse tash ndërhyjnë edhe faktorë të tjerë. Për shembull, një hipotezë shumë e madhe gjatë dekadave që përcjellet është niveli i vitaminës D, përkatësisht ekspozimi në dritën e diellit. Pse kështu? Sepse duke rënë nga polet në drejtim të ekuatorit, prevalenca ose manifestimi i sklerozës multiple bie. Pra shumë ma shumë raste ka në shtetet skandinave dhe duke shkuar nga shtetet e Evropës qendrore dhe duke ardhur te ne, raste me sklerozë multiple shkon duke u paksu. Gjë që ndoshta deri para disa vitesh ose para një dekade dy ka mundur të jetë e vërtet, mirë po tash ajo diferencë që ka qenë aq e madhe në krahasim me shtetet skandinave, në krahasim me shtetet e Evropës juglindore ose shtetet e Evropës qendrore, shkon duke radhë. Ne po e shohim edhe nga statistikat tona që po e afrohemi asaj. Kështu që kjo ka qenë një hipotezë për shembull për shumë vite që është ushqy. Po në anën tjetër diçka nga praktikat që po e hasim ne, sigurisht mund të them, nuk kam një statistikë të prerë, po 80% e njerëzve në Kosovë, për të cilëve ju kërkon analiza laboratorike, pa marrë parasysh a dyshon në sklerozë multiple apo në jo, vitaminën D e kanë të ulët. Mirë po, jo 80% e njerëzve në Kosovë. Që mos bëjnë panik tash ata që e kanë vitaminën D. Jo që 80% e njerëzve vuajnë nga skleroza multiple. Po, saktë. Kështu që kjo tregon që vitamina D ose ekspozimi në dritë të diellit mund të jetë një faktor që ndihmon, por jo që është shkaku i vetëm. Pastaj teoria e infeksioneve virale të cilat i kalojmë ne, a mund të konsiderohet si një shkaktar që i shton sëmundjet autoimune. Ekzistojnë disa viruse të cilët lidhen sidomos me etiologjinë e sklerozës multiples, që është virusi i Epstein-Barrit, po ashtu edhe virusin e Epstein-Barrit në fëmijëri të gjithë ne infektohemi me këtë virus dhe bim në kontakt
dhe sigurisht një përqindje shumë e madhe e popullatës po të testohet për këtë virus, do të ketë i memorien imunologjike që është infektu nga virusi, por sërish prap nuk është se të gjithë smuren nga skleroza multiple ose nga smundja autoimune. Kështu që kemi një mix të një predispozite gjenetike konstitucionale dhe shumë faktorëve të tjerë ambiental të cilët në një moment mund të shërbejnë ndoshta si ai faktori nxitës ose trigger i cili e inicon në sistemin ton nervor qendror një proces që fillon me dëmtu mielinën, mbështjellësin e nervave dhe që bëhet shkak për zhvillimin e një sëmundje që në këtë rast pikërisht edhe emërtohet si sëmundje demielinizuese, pra një sëmundje që e dëmton mielinën dhe i hap rrugë manifestimit. Do ndalemi pastaj edhe te kjo pjesë, por po duhet edhe pak me nejt te skleroza multiple, përveç që e përmende vitaminën D, sepse mund ta marrin si një prej edhe që mos shqetësohen. Unë thash edhe para se të vinit në studio që është një prej atyre sëmundjeve që i ka dhe simptomat e heshtura her pasire, deri kur bëhet mjaftueshëm simptoma e rritnë, mund të jemi edhe pak vonë. A ka ndonjë shenjë që na si persona, përveç kontrollave, check-upeve që rekomandohen çdo herë, që mund ta dallojmë një ndryshim në organizmin ton, në rutinën ton, që na çon drejt asaj që kemi nevojë për një neurolog, mos rastisht kemi diçka të bëjmë? Unë në fillim i përmendëm se çfarë sëmundje mund të ketë sistemi nervor qendror, nëse fillojmë të bëjmë një hyrje. Dhe në qoftë se një person i cili ka një pirje të krahut të djathtë, që mund të jetë 25 vjeçar, që mund të jetë 25 vjeçar dhe ka një pimje të krahut djathtë, ndoshta edhe një dobësim shuplakës djathtë. Dhe në qoftë se një ditë vendos paraqitet te neurologu dhe vetëm në bazë të ekzaminimit të pacientit, ju nuk mund të konstatoni se kjo është simptoma e sklerozës multiple. Ky person mund të psojë një infarkt në tru, mund të psojë një gjakderdhje në tru, mund të ketë një tumor në tru, mund të ketë një absces, një qelbë në tru, mund të ketë sklerozë multiple, mund të ketë ndonjë sëmundje ALS, për shembull. Pra unë i numrova 6 diagnoza të cilat mund të ketë një person vetëm me një dobësim të krahut të djathtë ose një pimje të krahut të djathtë. Ose mund të ketë edhe ndonjë diskopati cervikale, arrum më të shpeshtër. Mund të ketë edhe sindrom tunelit karpal, ndoshta, edhe më e shpeshtë. Edhe kjo është e shpeshtë. Pra, vetëm me një simptom mund të jenë 8 diagnoza prapa. Kështu që ajo që dëshiroj të them është që skleroza multiple nuk e ka një simptom ose një shenjë neurologjike, identifikus, trademark, patentuar, mas të cilës ju mund të thoni që unë e kapa një sklerozë multiple. Kështu që për këtë arsye ju nuk duhet të jetë edhe alarm çdo pirje e krahut që patjetër mund të kem sklerozë multiple, qoftë edhe të jem 25 vjeçar. Kështu që mirë, po me ligjin e eliminimit duhet shkojmë. Duhet shkojmë patjetër me ligjin e eliminimit. Prandaj këtu fillon tash hulumtimi im atutjeshëm. Do thotë jo çdo simptom patjetër mbrapa do ta fsheh sklerozën multiple, mirë po me do e mos, në qoftë se një person manifeston një simptom neurologjike e cila lokalizohet në një pjesë të caktuar të trupit dhe është i moshës së re, dhe ndoshta të jep ndonjë informatë që edhe para 2 vitesh unë kam pas diçka të ngjashme të cila më ka zgjat një 10 ditë edhe 2 javë, kam menduar që jam ul keq në karik edhe kam menduar që kam vesh kpuca jo të mira, ose ku i di se çfarë arsye tjetër është imagjinuar në mendje. Atëherë ne na lind dyshimi që mund të jetë diçka e tillë dhe kalojmë në hapin e hulumtimit. Tu dua të them që normalisht që disa simptoma mund të jenë më prezente, diku rreth 25% e personave që paraqiten me pra që kanë sklerozën multiple, simptoma e parë prezantuese është çrregullimi i të parit, i të pamurit. Kështu që neuriti optik, përkatësisht spezmatimi i nervit të pamurit, është në 20-30% të rasteve simptoma prezantuese e sklerozës multiple. Prandaj edhe gjithmonë kur tek oftalmologët e referojnë. Patjetër, se është, do thotë, bashkëpunimi me oftalmologët është në nivel sepse ata e njohin tani më këtë sëmundje, është edhe në planin e tyre, domethënë me cilën ballafaqohen, është se patjetër në qoftë se një person i moshës së re manifeston një dobësim të pamurit, papritmas është fjala, papritmas gradualisht brenda 1 dite, 2 dite, fillon të shet turbullt, fillon të mos i dallojnë ngjyrat, e ndonjëherë edhe deri në verbëri të plot, atëherë shkon te oftalmologu mas pari se mendon që ka një problem të syrit normalisht, dhe pastaj pas ekzaminimeve që i bën oftalmologu, atëherë
në bazë të gjetjeve karakteristike që mund t'i ketë, do t'a dërgoj me njëherë te neurologu ose do të kërkoj një rezonancë magnetike dhe me rezonancë magnetike ai do të vijë te neurologu. Kështu që kjo është një simptom shumë e shpeshtë në sklerozën multiple dhe zakonisht simptoma tjera, edhe pse nuk e përmendet, edhe pse thash që nuk ka diçka specifike, por ka orientime. Pimje të njerëz anë të trupit, pirje të këmbëve, problemet me mbajtjen e urinës, problemet me urinimin, problemet me drejt peshim, problemet me marramendje, mund të jenë sinjale të cilat duhet ta dërgojnë atë person tek mjeku, jo vetëm 25 vjeçar, pra mos krijohet një ide që vetëm 25-30 vjeçar mund të jenë, por mund të jetë edhe 50 vjeçar. Në raste më të rralla, zakonisht 20 deri në 40 është mosha mesatare. Pacientët në Kosovë diagnostikohen mesatarisht në moshën 30 vjeçare, që është një 2-3 vjet më ulët se sa mesatarja evropiane. A vinë me vonë, a i preken me vonë? Mendoj që viteve të fundit nuk vinë me vonë, vinë në kohë, kur manifestohet simptoma. Kështu që dua të them që jemi në mesatarjen evropiane. Pra ne gjithë Evropa në 31, 2, 3 diagnostikon mesatarisht sklerozë multiple dhe ne jemi te 30-shi. Kështu që nuk kemi vonesë sa i përket diagnostikimit në këtë aspekt. Por ky diapazon mund të shtrihet edhe deri te mosha pediatrike në raste të rralla, edhe deri tek moshat më të mëdha, moshat të mesme, që mund të jetë 50. Në përvojën tonë në klinikën e neurologjisë, mosha më e re në cilën e kemi diagnostikuar sklerozën multiple ka qenë 11 vjeçare. Mosha më e madhe 57 vjeçare. Okej, po tek kur jemi te kjo mosha më e re, sepse këto tash shqetësohemi na gjithë. Fëmijët nuk japin simptoma dhe shpesh nuk dinë edhe me i transmetu si të rritur, se na dhe i përbolizojnë pak na të rriturit, kur shkojmë te mjeku, pak prej frikës, pak pse kemi një ori, pak pse lexojmë. Një 19 vjeçar mund ta tregoj pak më thjesht. Po, besoj që me qenë se janë të rralla rastet, tash mos t'i jetë alarmues për prindërit, patjetër rastet të rralla janë ato në moshën 18 vjeçare që i diagnostikojmë, por ndoshta është edhe më lehtë diagnostikimi sepse zakonisht edhe një fëmijë 13-14 vjeçar, më që është i rritur, mund t'i shpreh simptomat e veta. Pra mund të që nuk shoh me një sy ose kam një dobësim, por shpesh edhe te fëmijët janë simptomat ndoshta më që bien në sy. Meqense ata janë një grup mosh që nuk ankohen zakonisht fizikisht në probleme të ndryshme. Pastaj tregojnë ndryshimin. Manifestimi i simptomave aty për aty është shumë alarmues edhe shumë tërheqës i vëmendjes për prindin ose kujdestarin në mënyrë që ta kërkojnë një këshill mjekësore. Po du më ndalë, doktor Blerim, të një pjesë që e the gjatë përgjigjes e përmende marramendjen, e përmende kokëdhëmbjen, e përmende dhimbje qafe, e të tjera që shpesh ja lëm jo pozita keqe në punë, jo mlodh, edhe shkojmë bëjmë fizioterapi pa asnjë konsult mjekësore. A mund të ketë një problem nëse një pacient i cili është prekur apo ka sklerozë multiple dhe nuk e ka diagnostikuar ende dhe bën fizioterapi përmensh, të parekomanduar, mund të ketë një dëmtim më të lartë? Nuk do të kisha menduar që mund të ketë, sepse zakonisht skleroza multiple është ajo që e atakon trurin dhe palcin e kurizit. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me ndonjë dëmtim në pjesë mekanike, që themi në unazat e qafës, ose në ligamente, ose në muskuj. Që për atë arsye nuk është se do të mundemi të dëmtojmë. Edhe zakonisht për pacientët me sklerozë multiple në vitet e para, tashmë terapi edhe shumë vite ma vonë mas diagnostikimit, zakonisht janë në gjendje të mirë fizike. Pra mund të kenë një problem aty për aty i cili problem i çon deri te diagnostikimi, por pastaj me trajtimin ata shumë shpejt këto simptoma që i përmenda mund të rikthehen, pra mund të largohen në të vërtetë, gjendja e mirë shëndetësore mund të rikthehet në normalitet dhe këta e vazhdojnë jetën normalisht. Kështu që nuk paraqet, por këtu kemi edhe një trend të mirë kohëve të fundit nga fizioterapeutët, pra fiziatrit janë në rregull, janë specialistë fushës dhe e bëjnë planin e tyre, por shpesh kur njerëzit adresojnë fizioterapeutin, atëherë kemi një trend të mirë që po e vrej kohëve të fundit, ose s'paku me fizioterapeutët të cilët po i njoh, që nuk pranojnë në shumicën e rasteve të fillojnë terapinë fizikale pa u konsultu neurologu, reumatologu, fiziatri, ortopedi, pra varësisht se çka është patologjia, që është një zhvillim i mirë. Por gjithsesi te këto, do thotë simptomat e sklerozës multiple duhet pasur parasysh që nuk është simptomat duhet për nga definicioni të jetë persistente për spaku 24 orë dhe të shkaktoj një deficit të caktuar motorik.
Pra nuk mund të themi tash vetëm se pata maramendje është me do e mos arsye kjo, ose vetëm se pata një pirje të krahut, por zakonisht ajo që e bën më të besueshme një sklerozë multiple është që kur një person raporton probleme me përdorimin e funksioneve motorike. Për shembull, thotë nuk mund ta mbaj lapsin, nuk mund shkruaj, nuk mund ta ndroj kanalin, nuk kam precizitet në digitron, ose mesazhet kur po i shënoj nuk po arrit ta qëlloj shkronjën, ngatrohet fjala, ose ka një vështirësi në ecje, në lëvizje në drejt peshime, kështu me radhë. Të gjitha këto simptoma janë momentale, do me thonë nuk janë që i kanë ndjek një kohë gjatë, nuk është diçka që i përcjell gjatë, apo? Shpeshherë përdorim konceptin e sulmit të sklerozës multiple, ose relaps. Ata të cilët sidomos vujnë nga skleroza multiple e mësojnë këtë term relaps, që është diçka nga anglishtja që me do e mos trashëgohet. Domethënë, edhe shpeshherë ne kur pastaj i kemi në përcjellje pacientët tanë dhe pyesim a ke pas ndonjë sulm gjatë 6 muajve të kaluam, a ke përjetuar ndonjë sulm. Pra, kur themi sulm, i cili është një term shumë i njohur në mjekësi tash kur flasim, po flasim për simptoma të cilat një person nuk i ka pas gjatë jetës, dhe për një moment, brenda një dite, 2-3 dite, fillon të ketë simptoma. Dhe kjo paraqet një sulm të sklerozës multiple. Pra sulmi është diçka që fillon, zhvillohet, paraqitet në neurologji, trajtohet dhe gradualisht largohet. Pra një person mund ta ketë një sulm që mund të zgjasë 1 javë, 2 javë, 3 javë, dhe pastaj plotësisht ky sulm të tërhiqet nga qarkullimi, nga prezenca, dhe të mos ketë pastaj për një kohë të pacaktuar asnjë simptom tjetër. Në ndërkohë që ajo zhvillohet. Në ndërkohë që ai mund ta ketë smundjen, pra mund të diagnostikohet me smundjen, por nuk do të thotë që një pacient i diagnostikuar me sklerozë multiple ka vazhdimisht simptoma. Po e qartë. Domethënë i ka me pauza, por që mund të rikthehen pas një sulme përmirësime, sulme përmirësime. Në të vërtetë, dy janë ecuri kryesore të sklerozës multiple. Kjo është forma e cila shkon me sulme dhe përmirësime, ose relapsing remitting. Diku rreth 80% të pacientëve janë në fillim me këtë formë të smundjes, dhe kemi edhe formën e dytë e cila është formë progresive. Do thotë këtu kemi të bëjmë me pacientë të cilët në të vërtetë nuk kanë sulme manifeste asnjëherë, por simptomat e tyre zhvillohen aq dinakrisht, aq gradualisht, aq në radar, sa që dikur i bën ndoshta mas një kohe shumë të gjatë të paraqiten te neurologu, por ti kur e merr një histori të ecurisë së smundjeve të tij ose të saj, atëherë fiton një përshtypje që 2 vite ka filluar një problem në vështirësinë në ecje për shembull, që ndërkohë mund të ketë vizitu ortopedi, mund të ketë vizitu neurokirurgu, mund të vizitu fizioterapeuti, mund të jetë gjendë ndonjë arsye tjetër si diskopati lumbale, cervikale e të ndryshme, dhe që pastaj vjen deri tek diagnostikimi. Dhe kjo paraqet formën progresive, e cila fatkeqësisht është një formë me një prognozë më të keqe se sa forma me sulme, dhe derivon nuk ka pas edhe terapi të shumë të mirë për parandalimin e keqësimit të matem të kësaj smundje. Do me thonë që dalë në cilësinë e qytetarit, ka disa nivele të zhvillimit. Do me thonë, nëse diagnostikohet herët, mund të keni cilësore, mund të krijojnë familje, mund të punojnë, mund të jetojnë normal, por nëse në një fazë më të vëndshme, mund të penalizohen më shumë. Forma e përcakton ecurinë, domethënë gjithmonë ky 80% që e ka këtë formën e zakonshme të sklerozës multiple është më me fat, nëse mund ta themi. Kjo forma tjetër mund të jetë jo aq mirë në përgjigje ndaj terapisë, dhe pashmangshëm kemi edhe në kuadër, domethënë skleroza multiple duhet të nënkuptohet edhe si një diapazon i gjatë. Fatkeqësisht, secili ose shumica e të diagnostikuarve në fillim, asociacioni i parë që krijohet me sklerozën multiple është shkopi, paterica dhe karoca invalidore, fatkeqësisht, sepse ashtu ka qenë deri para 10 ose 20 viteve, kur nuk kemi pasur terapi për qetësimin e smundjes ose për mbajtjen në kontroll të smundjes. Por tash nuk do të thotë që secili sklerotik është i definuar që të përfundoj në këtë mënyrë. Dhe kur thash diapazon, atëherë duhet ta kemi parasysh që sikurse një pacient me diabet që diagnostikohet, që mund të gjejmë raste që 20 vite me diabet e kanë të kontrolluar diabetin dhe nuk kanë komplikime të diabetit, kemi edhe persona diabetik që janë diagnostikuar 5 vite, por që
Kanë zhvilluar gangrenën në shput, kanë të amputuar kamën, kanë probleme me veshk, njërin sy mund ta kenë humbë për shkak të diabetit. E kështu me radhë. Do thotë edhe në sklerozë multiple kemi ecuri të mira, ecuri më pak të mira, ecuri mesatarisht të mira, ecuri të rënda, ecuri të butë, ecuri agresive. Kështu që nuk mund ta fusim në një thes të gjithë pacientët me sklerozë multiple. Individuale. Por metodologjia apo format e diagnostikimit a janë vetëm imazherike apo ka edhe analiza gjaku ose shkon? Ka edhe analiza gjaku dhe analiza të langut tronoshpinor, do thotë janë 3 shtyllat ku mund të vendosim diagnozën e sklerozës multiple. Një është trupi, do thotë simptomat dhe shenjat me cilat paraqitet ai person, pra ka pas sulm apo nuk ka pas. Dhe pashmangshëm metoda e patejkalueshme e diagnostikimit është rezonanca magnetike. Vetëm rezonanca magnetike, jo tomografia e trunit ose CT-ja, siç njihet në popullat, por është rezonancë magnetike. Si kërkohet rezonanca magnetike? Kokë, qafë? Rezonanca magnetike në idealisht do duhet të kërkohej rezonancë e trurit dhe rezonancë e palcës së kurisit. Mirë po, kur e zbërthejmë këtë, kjo në kupton 4 rezonancë të ndara. Do thotë në sistemin publik do të jenë 4 termine, në sistemin privat do të jetë 4 fish pagesa për rezonancë, që nuk është e mundshme në praktikë ndonjëherë të bëhet. Por pashmangshëm është rezonanca e trurit dhe rezonanca e pjesës së qafës së paku, sepse probabiliteti më i madh për gjetë lezione ose vatra që i shohim në rezonancë magnetike janë në tru dhe në pjesën fillestare të palcës kulizit në qafë. Natyrisht që manifestimi i simptomave, pra simptomat e pacientit na determinon edhe çka të kërkojmë shtesë, se ndonjëherë mund të dyshojmë që simptomat janë ekskluzivisht të palcës kulizit ose të pjesës së shpinës, atëherë me dojmos që në këtë përpunim duhet ta fosim edhe pjesën e shpinës ose pjesën torakale. Mirëpo në parim rezonanca magnetike është e patejkalueshme, bile është pa rezonancë magnetike ne sot nuk mund ta vendosim diagnozën e sklerozës multiple. Ndoshta në vitet 90 kemi plot pacient ku diagnoza është vendosur vetëm në bazë të klinikës, sepse në vitet 90 nuk ka pas rezonancë magnetike në Kosovë, është dashur udhtohet në Mitrovicë, në Sremit ose në Beograd për të realizuar një rezonancë magnetike dhe shumica e diagnozave janë vendosur edhe në botë vetëm në bazë të klinikës. Por dhe si ndihmës tani rezonancës magnetike është edhe metoda ndihmëse laboratorike kundër të tjera lëngu trunoshpinor. Është i një vlere të jashtëzakonshme, përkatësisht ne realizojmë punksion lumbal që nënkupton marrjen e një mostre të lëngut trunoshpinor nga beli, sepse është vendi ku është më lehti për tu marrë edhe ka gjasa më paku që të dëmtohet palca e kurizit. Është intervenim pa anestezion? Intervenim minimalisht invaziv, pa anestezion, zakonisht ambulantor, brenda ditës, pa nevojë për hospitalizim. Pa komplikime të mundshme. Pa komplikime të mundshme, edhe pse këtu kemi legjenda shumë të mëdha fatkeqësisht urbane që kështu do të ndodhë, kështu mund të ndodhë, dhe zakonisht në mëngjesin e realizimit të punksionit lumbal, pacientët vinë pa gjumë, të stresum, me lloj-lloj historish në mendjet e tyre, fatkeqësisht. Sidoqoftë, pra lëngu trunoshpinor ekzaminohet po ashtu me disa testet të veçanta, testet të caktuara, për cilës ne marrim informat për sklerozën multiple dhe për sëmundjet e tjera autoimune inflamatore. Tash që nga viti 2024, faktikisht diagnoza e sklerozës multiple është lehtësuar në kuptimin kriteret janë zbutur dhe në shumicën e rasteve vetëm prania e simptomave trupore dhe shenjave trupore neurologjike plus rezonanca magnetike është e mjaftueshme për ta diagnostikuar sklerozën multiple, pra edhe kjo metodë minimalisht invazive si është punksioni lumbal, ndoshta në të ardhmen faktikisht nuk do të jetë e nevojshme për të realizuar. Po ashtu janë futur edhe disa teste të gjakut të cilat mund të mostrohen, pra të merret gjaku dhe nga gjaku të bëhen disa teste të cilat ende nuk janë fut, mund të themi, në përdorimin praktik tonin. Kështu që ndoshta do të jetë panevojshëm realizimi i funksionit lumbal në të ardhmen. Për shembull, nëse mund të na pyes ndonjë prej pacientëve, a mund të bëj fillimisht analizat e gjakut që të kemi një orientim që mos shpohem me langun e fundshpinës? Përgjigjja e prerë është jo. Jo. Kemi analizë gjakut të cilët momentalisht na identifikon në drejtim të sklerozës multiple, edhe ato të reja të cilat propozohen për të fut në praktik mund të realizohen me pagesë, sigurisht do të jenë të kushtueshme, por nuk e kanë ende atë
validitetin, do thot përderisa një analizë e langut trunor-shpinor ka 30 vite që e bëjmë dhe tani më në 90% të rasteve të sklerozës multiple dihet që është specifike për sklerozën multiple, analizat e tjera ka nevojë që të perfeksionohen ose të validohen me kalimin e kohës në mënyrë që të jetë diçka që ne do ta përdorim në gjak. Prandaj pa humbur kohë, ekzaminimi neurologjik, takimi me neurologun, rezonanca magnetike dhe plus minus funksioni lumbal sipas rastit janë rruga që na çon në diagnostikimin e sklerozës multiple. Edhe një pyetje te kjo pjesa e marrjes së langut, sepse ka mite të ndryshme, i tha dhe vetë disa prej tyre, po çka duhet kenë parasysh pacientët prej ditës kur e bën këtë funksion, se quhet funksion? Funksion lumbal, zakonisht për funksion lumbal kanë disa ndryshime, disa ditë që mos shqetësohen. Brenda 2 ditësh ne sugjerojmë që mas funksionit lumbal të mos çohen në këmbë. Pra të kenë në regjim shtrati dhe të konsumojnë bollshëm langje. Sidomos langje të cilat përmbajnë kafeinë dhe shtojnë presion. Domethënë, çka po ndodh këtu? Ne po e zbrazim një 5 ml lang trunor-shpinor, 150 ml i ka rrethina e langut trunor, domethënë e trurit dhe palcës kurrizit, pra ai kompartament ka 150 ml lang, ne po e nxjerrim 5. Do thotë ne jemi duke nxjerr një 3% të sasisë langut trunor-shpinor, që është shumë pak. Mirë po, ne po e shpojmë ato cipat e palcës së kurrizit, po depërtojmë në hapësirën nën cipat e palcës së kurrizit dhe po e nxjerrim. Dhe aty mund të ketë rrjedhje edhe disa mililitra të langut trunor-shpinor rreth e përqark. Mirë po edhe zbrazja e 3 mililitrave nga 150 po e ul shtypjen brenda trurit, shtypjen intrakraniale, dhe për këtë arsye personat kur ngriten në këmbë mund të kenë kokdhimbje, por kur shtrihen në shtrat, kjo kokdhimbje kalon. Kjo është kokdhimbja tipike që ndodh pas funksionit lumbal, quhet kokdhimbje ortostatike, hipotenzive e trurit. Për këtë arsye është kjo mas që të kemi regjim shtrati një 2-3 ditë dhe të konsumojmë sa më shumë langje në mënyrë që hidratimi të jetë në nivel dhe mos lejoj shfaqjen e kokdhimbjes, të kompenzohen langjet. Kështu që kjo është këshilla e vetme për personat që kanë bërë punksion lumbal, kurse për ata të cilët do të bëjnë punksion lumbal ndonjëherë në jetë nëse paraqitet nevoja, sugjerojmë që të flenë mirë një natë para se të vinë në klinikën e neurologji, sepse është procedurë e thjeshtë dhe zakonisht infektologët dhe neurologët janë dy grupe specialistësh dhe anesteziologët, mos të harrojmë sepse edhe ata bëjnë anestezion spinal, pra janë 3 grupe të specialistëve të cilët pothuajse për ditë bëjnë punksion lumbal dhe është një procedurë jashtëzakonisht e thjeshtë dhe e lehtë. Pa ndonjë rrezik që të mbeteni në karrocë, që të paralizoheni, që të keni dhimbje të shpinës 20 vite të ardhshme, kështu që absolutisht to janë mite dhe legjenda që nuk kanë bazë. Po madje ndër vite gratë kanë lindë kretë lindjet normale, vetëm për shkak të frikës injeksionit që ka me medikolitë të tjera mite. E përmende pak më herët, në fillim të bisedës të thash që do të kthehemi infeksionet e palcës kurrizore, apo mielitin, apo sido që ja u shpjegon pacientëve. Është pashtu një prej smundjeve që preken shpesh, e na japin simptomat të ngjashme me sklerozën multiple. Ama shpjegon pak çka është dhe sa është serioze si smundje pranishme tek qytetarë. Tash pezmatimi, ne jemi duke folë për sklerozën multiple, jemi duke folë për një smundje kronike. Dhe në parim, smundja kronike nënkupton që ky person ka një tendencë që të ketë pezmatime të përsëritura. Pra, ky pezmatimi i përsëritur mund të jetë pezmatimi i syrit, dhe mund të jetë pezmatimi i palcës së kurrizit, për shembull, mielit. Mund të jetë edhe pezmatimi i trurit që quhet encefalit. Pra, kështu që kur vje personi për herë të parë me një pezmatim, pra mund të jetë edhe, më herë thash që 25% e pacientëve me sklerozë multiple në fillim kanë neurit optik. Por, fakti që një person ka neurit optik nuk do thotë automatikisht që është sklerozë multiple. Unë nesër po vi më këshir. Pra nuk është automatik që është sklerozë multiple. Do thotë një person mund të ketë pezmatim, mund të ketë pezmatim palcës kurrizit, mielit, mund të ketë pezmatim të pamunit, neurit optik, mund të ketë pezmatim trurit encefalit dhe paraqitet. Dhe ne i gjejmë ato ndryshime në tru dhe në palcë të kurrizit që sugjerojnë për një pezmatim. Dhe pastaj fillojnë procedurat hulumtuese të matutjeshme, tash bëjmë punksion lumbal, bëjmë analiza të gjakut, bëjmë analiza infektive që i dërgojmë në infektologji ose në Institutin e Kombëtar të Shëndetit Publik
Dhe krejt lufta në atakun e parë ose në sulmin e parë, krejt ajo që ka dojmë ne të arrim është që të konstatojmë nëse ky person ka një pezmatim të rastishëm, pra një epizodi i parë, apo ky person do të ketë në jetën e tij edhe epizodet të tjera. Pra, ky është duke përjetu momentalisht një film, apo është epizodi i parë një seriali që do të vazhdoj edhe në vitet në vazhdim. Si vendoset kjo? Pra, kjo vendoset tash në bazë të simptomeve të tij. Në bazë të numrit të vatrave që i ka në tru dhe në palç të kurizit. Në bazë të lokalizimit të këtyre vatrave. Në bazë të shpërndarjes së këtyre vatrave. Në bazë të analizave shtesë që i bojmë të lëngut truno-shpinor, pra dalin rezultatet pozitive apo negative ato që i kërkojmë. Ta marrim një shembull shumë praktik. Pacienti mund të ketë një pirje të durve dhe të kamve, shkon bën rezonancë magnetike, në tru nuk ka asnjë ndryshim, pra nuk ka shenja të pezmatimit, po i përmendi gjithmonë vatra. Pra vatra të pezmatimit. Dhe në palç të kurizit ka vetëm një vatër të pezmatimit. Do thot, ky person ka mielit, pezmatim të palcës së kurizit. Nuk ka vatra në tru, nuk ka vatra të tjera, ka vetëm një vatër. Në shikim të parë, ky person mendojmë që mund të ketë vetëm një film. Pra nuk është serial. Do thot, ka vetëm një epizod dhe me gjas, nëse bazohemi në përvojën dhe intuitën ose në kriteret profesionale, mendojmë që sigurisht ky do të jetë vetëm një pezmatim i rastishëm i palcës së kurizit që trajtohet sikur çdo lloj pezmatimi tjetër, sikur çdo lloj pezmatimi në sklerozën multiple. Pra trajtohet me barna zakonisht kortikosteroide antiinflamatore. Dhe bëjmë përpunimin, bëjmë punksion lumbal, kërkojmë disa antitrupa në gjak. Kërkojmë të dimë nëse ka ndonjë analizë në langun truno-shpinor që neve na ndihmon në këtë drejtim. Dhe fjala bie nëse të gjitha këto analizat që i marrim dalin negative, dhe simptomat e personit masi që e trajtojmë përmirësohen, atëherë ne në këtë rast nuk kemi kriteret të mjaftueshme që këtë person ta kualifikojmë si sklerozë multiple. Do thot ky mbetet një rast që ka psuni mielit, një pezmatim palcës kurizit, dhe përkundër se ne nuk kemi kritere që e përkufizojnë për momentin sklerozë multiple, ne e marrim në përcjellje. Do është me thonë, është si... Pra, ne duhet ta përcjellim megjithatë. Kjo vjen nga vezvesja, mos ta them ashtu, por kjo vjen nga se na duhet të jemi të kujdesshëm. Ma mirë me qenë vezvesja. Pra, çka bëjmë në këtë rast? I themi, ti nëse do të kesh simptoma neurologjike të tjera, do të paraqitesh, ose së paku nga kjo ditë e sotme, mas 6 muajsh do ta bësh sërish një rezonancë magnetike të trurit dhe të palcës kurizit. Dhe pas 6 muajsh prap paraqitet për kontroll, në qoftë se pas 6 muajsh nuk ka asnjë lëvizje të re, asnjë vatër të re, atëherë ne themi shumë bukur, pas një viti do ta bëni prap rezonancën magnetike. Kështu që së paku 2, mas shumë ti 5 vite, një rast të tillë e përcjellim, e ndjekim, në mënyrë që të shohim se ndoshta në këtë moment ne nuk i kemi pas kriteret për sklerozë multiple, ndoshta e kemi kap herët, ndoshta e kemi kap në fillim. Por gjithsesi bëhet një përcjellje afatgjate që mund të përsëritet diçka e tillë, prandaj kërkojmë një përcjellje. Mirë po, në anën tjetër, prap në sulmin e parë, nëse kemi vetëm një vatër trunore, dhe nëse kemi testet ndihmëse të gjakut ose të lëngut truno-shpinor negative, që tha mirë, po. Probabiliteti është shumë i lartë, i ulët që do të del sklerozë multiple, përkatësisht është shumë i lartë që ky person ka pasur një pezmatim të rastishëm të palcës së kurizit, ose mund të jetë edhe i syrit, një pezmatim të rastishëm të syrit. Pra, nuk do të thonë edhe truri dhe palca e kurizit kanë të drejtë të pezmatohen, kanë të drejtë të smuren, si fyti, si veshi, dhe që mos jetë patjetër kjo në kuadër të një smundje kronike. Me një fjalë, jo të gjithë personat që kanë një mielit, një pezmatim të sistemit nervor, domosdoshmërisht kanë predispozit me pas edhe sklerozë multiple, por përcillen. Sakt. Okej, shumë e qartë, që mos të krijojmë panik te ata që sapo e kanë bërë ose janë duke prit në përgjigje. Në ndërkohë, ka edhe shumë pacientat të cilët këtë mielitin e thotë vetë i ripërsëritet, i përcillet, i ritrajtohet.
a e shkaktojnë vetë, apo është ndonjë mungesë trupore, diçka që trupi e lufton? Kur keni barkëqitje, çka shkakton barkëqitjen e ju? Helmimi, stresi. Covidin çka e shkakton për shembull? Virusi, koronavirus. Pra fjala bie do thotë sikur se barkëqitje që mund të jetë helmim, virus, bakterie, sikur mushkrit që mund të pezmatohen nga koronavirusi ose bronhiti që përsëritet. Pra edhe truri pezmatohet qoftë nga ndonjë faktor infektiv, qoftë nga ndonjë faktor jo infektiv. Pra, nëse kemi të bëjmë zakonisht faktor infektiv, pra ne bijem në kontakt me viruset të ndryshme, me bakteriet të ndryshme, dhe secili prej këtyre mikroorganizmave ka një prirje që ta sulmojë një organ të caktuar. Dhe shpeshherë sistemi nervor vun nga këto mikroorganizma që mund të jenë shumë të ngjashëm për nga struktura me sistemin nervor qendror tonin, dhe pasi që ajo depërton përmes zakonisht portave hyrëse, goja, hunda e kështu me radhë, e bën një infekcion lokal, shkon dhe e godet polcën e kurizit dhe shkakton mielit. Ose mund të mos jetë direkt virusi i përfshim, por virusi e provokon një reakcion imunologjik të organizmit. Organizmi ynë krijon forcat mbrojtëse për ta sulmu këtë virus, mirëpo duke e sulmu këtë virus, e sulmon edhe vetveten tonë, dhe në këtë rast shkakton një pezmatim edhe në palcën e kurizit. Prandaj kur e marrim langun trunor shpinor në këtë rast, gjithsesi përveç këtyre faktorëve dhe antitrupave të veçantë që kanë të bëjnë me sklerozën multiple, ne gjithsesi kontrollojmë edhe faktorët infektiv për çdo rast. Si puna e herpesit? Pak a shumë. Që bjen imuniteti, shfaqet del. Absolutisht. Domethënë, pra ta konsiderojmë gjithmonë edhe trurin edhe palcën e kurizit si pjesë të organizmit tonë që mund të pezmatohet, edhe pse marr rrollë se sa këto organe tjera, sepse është më i mbrojtur, ka barierën që nuk lejon gjithçka të depërtojë në tru dhe në palcë kurizit, por gjithsesi mund të pezmatohet. Po, unë kam edhe disa pyetje të qytetarëve që do të mundohem disa prej, sepse nuk kemi edhe kohë televizive. Për shembull, a është sëmundje invaliduese patjetër, njëra prej pyetjeve? Potencialisht mund të jetë, e tham pak më herët, potencialisht mund të jetë, mirë po duhet ta kemi parasysh që tash diagnostikimi është i hershëm, edhe trajtimi është i hershëm, dhe në Kosovë është i mundshëm. Do thotë pacientët me sklerozë multiple e kanë klinikën e neurologjisë, e kanë njësinë e sklerozës multiple në kuadër të klinikës së neurologjisë, i cili përbëhet nga disa mjek, dhe i kemi barnat të cilët neve na i furnizon Ministria e Shëndetësisë në doza dhe lloje të caktuara, dhe pastaj kjo njësi, ky komision në kuadër të njësisë vendos për terapinë e secilit pacient. Prandaj, secili pacient me sklerozë multiple në Kosovë momentalisht së paku një terapi e ka. Jam në planifikim familjar dhe jam në pritje të analizave për sklerozë multiple. A mund të bëhem nën? Mund të bëheni nën, do thotë skleroza multiple nuk është një smundje e cila e privon një grua apo një baba, një burr nga të qenit prind, sidomos po flasim për gratë që është më e ndihshme. Do thotë secila paciente me sklerozë multiple mund të planifikojë shtatzani. Skleroza multiple nuk ka ndonjë implikim në aftësinë e fertilitetit, me sa e dim. Dhe tash çështja është vetëm te terapia e sklerozës multiple, sepse pacientët me sklerozë multiple kanë një terapi afatgjate imunomodulatore. A ndërprehet? Ndërprehet varësisht nga lloji, sepse kemi barna të cilët quhen interferone, të cilët në shtatzani nuk ndërprehen, dhe kemi pas dhe kemi shumë raste të pacientët tona të cilët janë aktualisht shtatzën ose kanë qenë shtatzëna, dhe të cilët kanë preferuar ta vazhdojnë terapinë me rekomandimin tonë normalisht, me lejen tonë normalisht, dhe të cilët kanë lindur fëmijë të shëndosh. Por kemi edhe barna të cilët nuk lejohen në shtatzani, prandaj gjithmonë kur fillohet terapia imunomodulatore duhet të ketë parasysh çfarë moshe ka pacientja, çfarë statusi civil ka, çka janë planet për shtatzani duhet të diskutohet dhe të merret një vendim i përbashkët se cilën terapi ta fillojmë. Kështu që shumica e barnave megjithatë duhet të ndërpriten, prandaj duhet ta marrin informimin, edhe zoja në fjalë nëse është në Kosovë patjetër se do të takohet me neve, nëse nuk është në vendin ku jeton do të takohet me mjekun dhe ta merr informatën nga mjeku se secili ilaç ndryshon, para sa kohë duhet të ndërpritet, në çfarë faze të smundjes mund të planifikohet shtatzania,
Pra ti merr informatet të caktuara nga mjeku i saj. Çdo herë kur jam nervoz ose në stres ose e lodhur më pihen durt ose këmbët. Po kur jam e qetë nuk më ndodh. A nënkupton kjo që mund të kem sklerozë multiple? Jo. E pas ka bërë dhe përgjigjen vetë? Jo. Është psiqike goxha shumë edhe pyetje. Mendoj që në këtë rast patjetër se duhet të ekzaminojmë neurologjikisht. Mirë po në qoftë se manifestimi i disa simptomave ndërlidhet me gjendjen emocionale, atëherë është më se e qartë që psikosomatike mund të jetë një simptom psikosomatike, prandaj para neurologut ndoshta konsultimi i psikologut ose i psikiatrit është më i dobishëm se sa i neurologut. Edhe pse e tham, por mos t'i mbesim bosh, a është e vërtetë që çdo mpyrje është sklerozë multiple? Jo. E tham edhe më herët, po prapë për respekt. Ka pyetje të ngjashme, të gjitha e lidhin me mpyrjen, me gjas është përmend më shpesh si simptom. Pirja është një simptom shumë e shpeshtë. Pirje kemi të gjithë. Do thotë tash që jemi ulë në këtë koltuk 40 minuta, kur do të qohemi në kam, sigurisht do të jemi të pitë nga pak. Po unë edhe jam të minutë që shko më qu. Që pirja është një problem shumë i shpeshtë, kogdhimja është një problem shumë i shpeshtë. Tu ta cekip se kogdhimja nuk ka të bëj fare me sklerozën multiple. Do thotë nëse dikush vun nga kogdhimja 20 vite, gjasat që të ketë sklerozën multiple janë zero. Do të flasim një ditë për migrenën dhe kogdhimjet bashkë. Kështu që marra mendje është një problem shumë simptom shumë e shpeshtë, do thotë që nuk do thotë. Pra nëse japun e këtë informat që në vitin e kaluar 2025 ne në Kosovë kemi diagnostikuar 82 raste të sklerozës multiple dhe jemi një popullat me numër zyrtar, jemi 1.55 milion në bazë 2024 të jemi marrë. Pra logaritmi tash sa është manifestimi i sklerozës multiple në shoqëri. Dhe që është në rritja, po pak? Pra kemi ne mesatarisht 60 raste të reja në vit. Përkatësisht 3 raste në 100.000 banor. Nuk është shumë, po prapë se 100.000 banor, 3 raste të reja në vit. Por që trajtojnë dhe jetojnë normalisht. Se sa është e rrollë, do thotë që në të vërtetë skleroza multiple, po kjo po fiton një peshë, sepse smuhen njerëzit e ri, smuhen moshat e reja, dhe këta njerëz të ri, të cilët mund të jenë mjek, mund të jenë gazetar, mund të jenë kamerman, mund të jenë arkitekt, kushdo, IT. Svaret prej punës që bëndë. Mund të jenë politikan. Pra duhet ta kemi parasysh që këta janë njerëz të ri në tregun e punës, njerëz që krijojnë familje, që kanë nevojë për një jetë sociale, prandaj apeli është në Ministrinë e Shëndetësisë që faleminderit deri tani, sepse kemi barna për sklerozën multiple, por gjithmonë ne do të kërkojmë nga politikbërësit që ta sjellin sa më shumë barna inovative dhe sa më shumë të lehta për përdorimin e këtyre pacientëve. Nuk po te kaloj edhe që të pyetje se po më pëlqen, ka shumë, nuk po mundem gjitha. Kemi kohë. Jo, nalni tjera të emision. A duhet të ndryshohet mënyra jetesës, ushqimi, aktiviteti fizik e të tjera? Se po më pëlqen kjo pyetje. Ato duhet të ndryshohen nga gjithkosh, jo vetëm nga ata të cilët bujnë nga skleroza multiple, por duhet të ndryshohet nga gjithkosh. Do thotë normalisht që një prej elementeve të rëndësishëm të manifestimit sklerozës multiple është aktiviteti fizik, është pesha, dhe është ushqimi. Tash nuk ka smundje neurologjike, po flas, që nuk ndërlidhet me këto parametra. Kështu që për atë arsye ne sugjerojmë gjithmonë, por një gjë që e sugjerojmë pacientëve me sklerozë multiple është që nuk do të munden, por të mundohen ta vazhdojnë jetën aty ku nuk e kanë ditë që e kanë sklerozën multiple. Do thotë tash jemi në mars, dhe në qoftë se deri me 15 shkurt ky person nuk ka pas asnjë simptom dhe nuk e ka ditë se po vun nga një smundje dhe pastaj kanë filluar ato simptoma dhe ne I kemi bërë procedura dhe tash në mes të marsit e kemi diagnostikuar me sklerozë multiple, ne kërkojmë nga ai që ta vazhdoj ku ishte deri para 15 shkurtit. Fizikisht mundet, tek I fjalën psikikisht, se psikikisht është pak më e rëndë. Do të jetë ajo faza e adaptimit në terapi, por është edhe një kënaqësi që pastaj kur I sheh këta persona, se tash ne kemi një komunitet me të cilat pothuajse të njihemi me të gjithë, me gati 800 pacientë në sklerozë multiple që I njohim me emër dhe mbiemër se kush janë. Kemi një komunitet që njihemi dhe takohemi, do thotë shumë shpesh, ndoshta më shumë se sa disa shokë të ngushtë që nuk I takojmë atë shpesh. Prandaj gjithmonë kërkojmë prej tyre dhe I shohim pastaj me kalimin e viteve që vjen adaptimi,
vjen martesa, lind fëmia i parë, lind fëmia i dy, do thotë... Bëj një jetë normal. Pra, adaptimi psikologjik është diçka që realizohet me kohë dhe sigurisht që ndodh, por është mirë që po i shohim edhe që fizikisht pastaj kthehen dhe i shohim në mesin tonë. Shpresoj shumë që të reflektojnë nga kjo. Unë do doja shumë shkurt një mesazh për tritë dhe trejat e moshës 25. Po kap na dhon për moshën 25, po jo domosdoshmërisht, që a janë domosdoshme bëni check-up për shembull të këtij lëmie edhe nëse s'kan si simptom. Në moshën 25 vjeçare të sugjerohet një check-up neurologjik pak po tingëllon e pa kuptim dhe po tingëllon është e pa nevojshme. Mirë po gjithsesi një e re, një i ri në dekadën e 3 të jetës, në dekadën e 4 të jetës eventualisht, në qoftë se përjeton ose pëson disa simptomat të këtilla, atëre një konsult, një këshillim me neurologun është gjithsesi e mundshme. Qasja te neurolog është e lehtë, në çdo spital rajonal 5-6 sa i kemi në Kosovë, kemi së paku 3-4 neurolog në çdo qytet. Në klinikën e neurologjisë kemi ambulancë specialistike çdo ditë që funksionon. Realizimi i terminit është shumë i lehtë, shpeshherë pa termine i kontrollojmë, do thotë. Kanë mundësi që të këshillohen dhe nëse shihet të arsyeshme nga neurologu të kërkohet një rezonancë magnetike, sepse rezonanca magnetike e cila nuk do të rezultojë me vatra, do të qetësoj ata që me gjasë shumë të madhe nuk do ta kenë nuk e kanë këtë smundje dhe nuk do ta kenë këtë smundje. Kështu që check-up i rregull neurologjik do të jetë vështirë që të sugjerojmë se çka të kontrollojmë. Por gjithsesi nëse kanë diçka ndonjë pikpyetje ose nëse e kanë gjetë veten nga këto rrëfime që i bëm ne gjatë këtij emisioni, atëherë nuk ju kushton asgjë të bëjnë një konsult. Kjo është fiqike se unë zakonisht kur i kam në studio, nesër më vjen me thirr se kam ndonjënin prej simptomave, por është fiqike, ka lënë. Nesër me çfarë simptoma do të lajmërosh nesër? Me marramendje. Faleminderit shumë, çdo herë shumë kënaqësi me të pasur. Faleminderit po ashtu, faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi edhe për mua. Prej krejt doktorave kur kam studio, me ty më ka pak stresin pyetje se ti ke qenë edhe gazetar një kohë, edhe thamë, more mos po më gjikon, po jo mundohem ta luaj rolin e pacientit dhe t'i bëj pyetjet ashtu si çdo pacient i shqetësuar i bën, edhe unë shpresoj shumë që e kemi përçuar një mesazh te krejt ato pikpyetje. Unë jam mësuar tash me kulturën e mysafirit e kam harruat. E ke harruat, na nuk të harrojmë, na jemi rrit me ty. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë direkt te nutricionistja dhe dietologja Alberina Shabani Lazi.